Roland Ilia është një emër i njohur për opinionin publik, ka qenë komisioner në KPK, ka kaluar në sit prokurore gjyqtar, ka qenë kandidat për deputet në logon e partisë G99 të Erion Veliajt, kryebashkiakut arrestuar të Tiranës në 2009, por nuk mori asnjë mandat. Sot Roland Ilia është një nga kandidatët që kërkon vakancën e antarit në gjykatën kushtetuese, pasi ka qenë pjesë e G99-s. Roland Ilia tani më kërkon që të shkojë në gjykatën kushtetuese për të mbushur drejtësinë me 99 çat që i shërbejnë kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj. CNA do të sjellë sot pasurinë e deklaruar në ILDKP nga Roland Ilia. Kur u emërua në KPK, Roland Ilia paraqitej si më i varfri nga kolegët e tij, madje ai nuk deklaronte as shtëpi, por për 2 vite ai ka blerë një apartament 108 metër katror. Çmimin e deklaron 17.000 lekë, që nga lekë të vjetra i bie 170 milion. Çmimin e deklaron 17 milion lekë, që në lekë të vjetra i bie 170 milion. Çfarë tërheq vëmendjen nga deklarimet e tij është se Ilia thotë se këtë apartament e ka blerë me kredi, pavarësisht se komisionerët janë njerëzit më të paguar në vend, ndërkohë që nga ana tjetër deklaron pagën e tij dhe të bashkëshortes që punon në institucione shtetërore. Kapërcimi i pasurisë së tij bëhet në vitin 2022, ku deklaron se ka shlyer kredin që kishte marrë për apartamentin dhe pagat milionçe në KPK. Pasuria e Roland Ilias e deklaruar në ILDKP vitit 2017, mjet motorik 250.000 lekë, kursime personale nga paga dhe biznesi 1.350.000 lekë, llogari bankare 65.819.58 lekë, llogari bankare 26.307.68 lekë, llogari bankare kursime për fëmijët 385.24 euro, paga nga Universiteti i Shkodrës 63.710 lekë, të ardhura si avokat 1.159.826 lekë, kredi personale në shumën 1.419.991.88 lekë, kartë krediti personale në shumën 991.37 euro, llogari bankare në emër të bashkëshortes 51.812.32 lekë. Në këtë llogari është hapur dhe overdraft në 200.000 lekë, paga e bashkëshortes si drejtoreshe e Komisionit Vendor të Verifikimit të Titujve të Pronësisë në prefekturën e Shkodrës në shumën 89.500 lekë, viti 2017 deklarimi vjetor, llogari bankare, burimi i krijimit të ardhurat nga biznesi person fizik, gjendja 362.46 lekë, llogari bankare, burimi i krijimit të ardhura nga paga, gjendja 108.826.78 lekë, llogari bankare, gjendja 386.05 euro, shtuar gjendja kesh në shumën 400.000 lekë, të ardhura nga paga në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në shumën totale 1.864.552 lekë, nga të cilat deri në datën 31 dhjetor 2017 kanë kaluar 1.576.256 lekë, pasi paga e muajit dhjetor ka kaluar në 3 janar 2018. Hua kredi personale, data e krijimit 16/11/2016, shuma e shlyer 109.297.88 lekë, principal 13.858.87 lekë, interesa në total 123.157 lekë, shuma e pashlyer 1.310.694 lekë, huamarrje, kartë krediti personale, data e krijimit 6/11/2017, shuma 3.000 euro e papërdorur, huamarrje, kartë krediti personale, shuma e pashlyer 625.91 euro, llogari bankare bashkëshortes Tonila Rudi 55.004.88 lekë, paga e bashkëshortes si drejtoreshe Komisionit Vendor të Verifikimit të Titujve të Pronësisë në prefekturën e Shkodrës në shumën 447.500 lekë, viti 2018, llogari bankare, mbajtësi llogarisë Roland Ilia, gjendja në datën 31 dhjetor 2017 ka qenë 362 euro, shtuar llogaria me 2.325 euro gjatë vitit për pagesë komisione dhe është mbyllur në shtator 2018. Llogari bankare
bankare, mbajtësi llogarisë Roland Ilia, burimi i krijimit, të ardhura nga paga. Gjendja në datën 31 dhjetor 2017 ka qenë 108.826 lek. Në këtë llogari është çelur mundësia overdraftit 200.000 lek që nga muaji nëntor 2017. Gjendja në datën 31 dhjetor 2018 ka qenë 157.413 lek. Llogari bankare, kursime për fëmijët, burimi i krijimit, të ardhura nga kursimet e prindrit. Gjendja në datën 31 dhjetor 2018 ka qenë 387.45 euro. Gjendja kesh shtuar me 1 milion lek, shuma 3.459.564 lek janë të ardhura nga paga dhe dieta, periudha 12 muaj të vitit 2018, ndërsa shuma 77.000 lek të ardhura nga shpërblimet të prapambetura nga viti 2017, kaluar në llogari në datën 12 i parit 2018. Llogari bankare, burimi i krijimit, të ardhura nga paga në komisionin e pavarur të kualifikimit në shumën 3.536.564 lek, huamarrje, kredi personale, shuma e shlyer 175.314.01 lek, me principal 130.713.35 lek, interesa 306.027.36 lek, shuma e pashlyer është 1.177.546 lek, huamarrje, kartë krediti personale, data e krijimit 6.11.2017, shuma 3.000 euro e papërdorur, huamarrje, kartë krediti personale, data e krijimit 6.11.2017, gjendja në datën 31 dhjetor 2017 ka qenë 625 euro, gjendja në datën 31 dhjetor 2018 është 195.43 euro. Paga e bashkëshortes si drejtoreshe e Komisionit Vendor të Verifikimit të Titujve të Pronësisë në periudhën 1 janar 2018 deri në 31 gusht 2018 në shumën 717.912 lek. Paga e bashkëshortes në prefekturën e Qarkut Tiranë, detyra përgjegjëse e sektorit juridik në periudhën 3 shtator 2018 deri në 31 dhjetor 2018 në shumën 246.396 lek. Huamarrje nga bashkëshortja Sonila Rudi, afati përdorimi deri në 27 qershor 2033, shuma 200.000 lek. Llogari page me gjendje 55.004 lek në datën 31 dhjetor 2017, gjendja në datën 31 dhjetor 2018 46.335 lek. Viti 2019, apartament me sipërfaqe 108 m2 bler në vitin 2019 me vlerë 17 milion lek. Llogari bankare të subjektit deklarues me vlerë 3.365.760 lek dhe 195.43 euro. Në të njëjtin vit, deklaron paksime të gjendjes financiare me 2 milion lek. Paga e subjektit deklarues si komisioner vetingu në shumën 3.659.677 lek. Disbursim kredi për blerje, apartament në shumën 17 milion lek, shlyer shuma 52.727 lek dhe pashlyer shuma 16.927.273 lek. Hua në një bank nuk e deklaron shifrën, shlyer shumat 198.286 lek dhe 100.764 lek, pashlyer shuma 979.260 lek, kartë krediti me limit 3.000 euro, pashlyer shuma 2.648 euro. Bashkëshortja Sonila Rudi, gjendje llogarie deklaron shumën 406.972 lek. Të ardhura nga prefektura e Tiranës, si përgjegjëse e sektorit juridik në shumën 739.188 lek. Viti 2020, gjendja llogarive të subjektit deklarues në shuma 845 euro dhe 200.000 lek. Paga e subjektit deklarues si komisioner vetingu në shumën 3.383.989 lek. Disbursim kredi për blerje apartamenti në shumën 17 milion lek, shlyer shuma 827.666 lek, pashlyer shuma 16.119.607 lek. Hua në një bank të marrë në vitin 2016, shlyer shuma 657.089 lek, pashlyer shuma 322.171 lek. Gjendja e llogarisë së pagës së bashkëshortes Sonila Rudi në shumën 727.443 lek, të ardhur nga prefektura e Tiranës, si përgjegjëse e sektorit juridik në shumën 743.004 lek. Viti 2022, gjendje
kesh 700.000 lekë të ardhura nga paga, llogari bankare 1.60 euro të ardhura nga interesi, llogari bankare paksuar në 1.079.640 lekë të ardhura nga paga në KPK 3.785.303 lekë, kredia bankare, shuma e shlyer 1.113.746.67 lekë, shuma e pashlyer 14.931.238.34 lekë, kredi bankare, shuma e shlyer 106.268.93 lekë, shuma e pashlyer 0, kartë krediti, shuma e shlyer 0 euro, shuma e pashlyer 1.795 euro, ndërkohë bashkëshortja Sonila Rudi deklaron llogari bankare 1.592 euro, burimi të ardhurat, llogari bankare 1.018.935 lekë, burimi të ardhurat nga paga, të ardhurat të tjera 367.500 lekë, të ardhurat të tjera 1.991 euro, të ardhurat nga paga në BKH 1.386.499 lekë.